Gripi i shpendëve, me pasoja në shëndetin e konsumatorëve, është i shfaqur këto javët e fundit, plot 3 vite pas epidemisë së marsit 2022. Aso kohë, epidemia u shtri në të gjithë vendin, në ferma dhe pulari, duke e gjetur të papërgatitur Ministrinë e Bujqësisë, e cila vetëm 6 muaj më vonë ngriti urdhrin për miratimin e planit të kontingjencës për sëmundjen e gripit të shpendëve. Një lëvizje që më në fund supozohej të vinte në kontroll situatën kaotike që mund të shkaktonte një epidemi e ngjashme në të ardhmen. Dhe pas 3 vitesh, historia u përsërit. Në fillim të muajit mars, Shqipëria u përball sërish me gripin e shpendëve. 2 stabilimente të rëndësishme të tregut shqiptar që operojnë në qarkun e Durrësit deklaruan se kanë patur një numër të madh ngordhjesh nga kjo sëmundje. Ne kemi asgjësuar 218.000 në një nga fermat, se ne kemi 4 ferma. Ne kemi asgjësuar 300.000 krerë që kanë qenë pula prodhimi. I kemi vetë paguar të gjitha këto përpos kostave financiare që i kemi mbuluar vetë, që ka qenë tmerrsisht të papërballueshme, sa humbush 300.000 krerë pula që kanë vlerë në miliona euro dhe pastaj paguash edhe vetë këto. Një humbje e madhe për këto kompani kontribuese të rëndësishme në zhvillimin e vendit. Por ku përfunduan këto shpend që do të konsumoheshin nga familjet shqiptare dhe a u zbatua ligji për veterinarin, i cili thotë që 2 metodat e azgjësimit janë groposja ose djegja. Për këtë pyetëm Ministrinë e Bujqësisë, e cila na u përgjigj se azgjësimi këtyre pulave të ngordhura është bërë nga kompanitë Inka SHPK në pronësi të Enjozusit, një nga ndotëset më të mëdha të mjedisit në zonën e Lezhës, që e kemi denoncuar sezonin e shkuar, dhe AZ Rendering, që jo edhe aq rastësisht është në pronësi të Alban Zusit, babai të pronarit të Inkës. Por në rastin e Inkës jemi përpara një absurdi, sepse pavarësisht se është pezulluar nga Ministria e Mjedisit për shkak të ndotjes që shkakton, Ministria e Bujqësisë nuk ka hezituar as pak ta kontraktoj për ta zgjesuar shpendët e ngordhur. Të paktën kështu pretendojnë drejtuesit e stabilimenteve të shpendëve. Në momenti që dyshojmë për grip shpendësh apo për një sëmundje, ne lajmërojmë drejtorinë veterinare e Ministrisë e Bujqësisë. Dakor, domethënë po thoni që ne ngrim duart lart, ne s'bëjmë asnjë lloj gjë. Ju kuptoj, domethënë që këto procedura i ka bërë Ministria, po thoni, që ta kuptoj, ka zgjedhur Ministria kompaninë. Po patjetër për ata e sjellin. Por nuk është ky problemi vetëm në këtë aferë. Një paqartësi tjetër po aq e rëndësishme ka të bëjë me metodën e përzgjedhur për azgjësimin e këtyre shpendëve. Dhe për këtë nuk mund ta sqaroj askush më mirë se të zotët e punës. Zoti Zusi, përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Unë jam Matilda Prendi, gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju bëja vetëm një pyetje, ju lutem. Cilit emision? Emisionit Piranjat. Po. Një pyetje kisha në lidhje me shpendët e ngordhura që kanë ardhur te ju. Doja të dija Nuk kam asnjë lloj komenti. Po pse donim thjesht të dinim? Po, e mbylli. Enjo, përshëndetje, si kalove? Përshëndetje. Vetëm një sekond se kam një telefonat tjetër, do të marr për 1 minutë? Do më marrësh? Po. Mirë, të falenderoj, po pres, pra, po pres. Që kërkoni është i paritshëm për momentin. Ju lutem, provojeni më vonë. Nga 2 pronarët Babe Bir nuk morëm asnjë përgjigje për mënyrën e azgjësimit, prandaj ju drejtuam zyrtarisht Ministrisë së Bujqësisë, e cila na sqaroi se metoda e përdorur për azgjësimin e pulave të ngordhura është e bazuar në urdhrin 411 për miratimin e planit të kontingjencës për sëmundjen e gripit të shpendëve, i cili thotë: trajtimi i mbeturinave, plehut, kadavrave, vezëve, puplave kryhet në bazë të ligjit 10465 për shërbimin veterinar, në të cilin pasqyrohen vetëm 2 metoda, groposje ose djegje. Por si ka ndodhur në realitet? Janë azgjësuar sipas protokollit me rendering në bazë të një kontrate që kemi Me cilën kompani? shkruar AZ Rendering. E kuptoj, po në fakt sipas ligjit të shërbimit veterinar thuhet që në këtë rast azgjësimi duhet bëhet me groposje ose me djegje. Dhe Jo e dashur, e ke në urdhrin e ri që kanë nxjerrë ministria. Për mua është okay, në mirë dhe kishte qenë edhe kjo që thua ti, që kishin gjetur një vend ku të çonin dhe të groposnin edhe të hidhnin. Po për sa kohë ato na konfirmuan, jemi në rregull me gjithë procedurat ligjore me prezencën e ministrisë, në posur dokumentat në ata. Edhe ku i keni azgjësuar, me cilin operator? Nuk e di emrin e operatorit, po me Recering, sipas ligjit që kanë nxjerrë Ministria e Bujqësisë dhe Mjedisit. Janë marrë ata me azgjësimin, me të gjitha me radhë, kanë sjell trupat e tyre, i kanë marrë këtu, i kanë çuar, i kanë sistemuar sipas ligjit konform ligj. Por ata që se din, metoda rendering është grirja apo bluarja e kafshëve të ngordhura dhe më pas autoklavimi i tyre. Po nga doli vallë kjo metodë? Ku janë azgjësuar këto shpend të ngordhur? Ju keni qenë prezent dhe çfarë metode është përdorur?
Po me metodën e rideringut. Po pse rideringu? E kuptoj kur në ligj thuhet me groposje ose me djegje. Jo, në ligj është me urdhër ministri ke plani i kontingjencës. Po te urdhri groposje, incinerim dhe ridering. Është e paqartë ajo që thot drejtori Kullolli, sepse kjo metodë nuk pasqyrohet as pak në urdhrin e vitit 2022, në të cilin thuhet se bazuar në ligj duhet bërë groposje ose djegje. Duket qartë që Ministria e Bujqësisë edhe vetë është konfuze lidhur me urdhrat që lëshon. A kemi të drejtë të dyshojmë që gjithë kjo është bërë për interesa financiare dhe klienteliste të njerëzve pranë ministres? Sepse të mos harrojmë që këto mbetje shtazore të infektuara do të përpunohen dhe më pas do të shiten nga kompanitë Inka dhe AZ Rendering si ushqim për kafshët. Pra, një plan i pastër biznesi. Tani, të kalojmë në një detaj tjetër. Po pse keni zgjedhur renderingun? Pse është zgjedhje që ka bërë kompania? Po kush? Nuk e zgjedhemi. Po te kompania kush e ka përcaktuar se ku duhet ta zgjesohen, ministria apo kompanitë? Ligji parashikon një të metoda dhe kompania ka detyrim sipas ligjit të mbetjeve të tjerë që të marrë një kompani. To kompanitë kanë përzier me kontratë me gjithë i kanë sipas ligjeve të mjedisit për një zgjesë. Ndërsa mua këto kompaninë më thonë që e ka përcaktuar ministria. Kanë qenë ata që e kanë vendosur. Jo, ata kanë kontrata. Me subjektin na kanë vënë dispozicion kontrata, verifikuar kontrata kemi disë gjithë për kriteret e zgjesimit, me licencën e gjithë që ja lën ligji që të bëjnë këtë punë. Drejtori i Veterinarisë Tiranë sapona ka deklaruar se operatorët e zgjesimit të shpendëve të ngordhur janë zgjedhur nga drejtuesit e pularive, deklarat që është kundërshtuar kategorikisht nga këta të fundit. Kompaninë e keni gjetur vetë ju apo ju ka adresuar ministria? I ka marrë edhe një herë. Gjithë procedura nuk bëjmë gjë asgjë. Ne kemi vetëm një detyrim. Momenti që dyshojmë për grip shpendësh apo për një sëmundje, ne lajmërojmë drejtorinë veterinare, Ministrinë e Bujqësisë. Dakor, domethënë po thoni që ne ngrim duart lart, ne s'mes bëjmë asnjë lloj gjë. Ju kuptoj, domethënë që këto procedura i ka bërë ministria, po thoni, që ta kuptoj, ka zgjedhur ministria kompaninë. Po patjetër për ata i sjellin. Po Agjencia Kombëtare e Mjedisit, institucion që duhet të jetë prezent në momentin e zgjesimit, çfarë roli ka patur në këtë rast të diskutueshëm ku të gjithë drejtojnë gishtin tek njëri tjetri. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mbetet në pritje të propozimit që do të vijë nga Njësia e Qeverisjes Vendore dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve për mënyrën dhe vendin ku do të kryhet groposja apo djegja. Deri në këtë datë, Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk ka një vendim për mënyrën apo vendin ku do të kryhet zgjesimi, si dhe asnjë kërkesë zyrtare nga vetë subjekti për kryerjen e kësaj procedure. Një tjetër gisht i drejtuar tek të tjerët. Teksa ende jemi të paqartë për metodën e përzgjedhur për zgjesimin e pulave, ka mbetur edhe një element tjetër tepër i rëndësishëm pa u sqaruar. Ku përfunduan vezët e pulave të sëmura? Nuk janë zgjesuar akoma. Okej, ku janë? Në magazinat e Çfarë po prisni për ta kuptuar, Po presim urdhrin Velin që ministria të nxjerrë për vendin ku ta zgjesohen, sepse ato nuk mund të bëhen dot me rendering. Dhe nuk ka ende një ose proces kapsulimi ose një proces groposje dhe ato nuk kanë akoma një vend. Okej, rreth sa vezë kanë qenë? Rreth 1300 arda. Vezët janë të bllokuara që ditën që ne kemi lajmëruar, ditë e parë që shfaqur problematika me gripin e shpendëve, që atëherë janë bllokuar nga AFU-ja dhe presim të jemi në proces zgjesimi. Okej, thjesht i keni të magazinuara, domethënë për momentin. Absolutisht. Nuk janë pronë jonë apo teni, pavarësisht se janë ata ambient që janë, ato janë të bllokuara nga AKU. Edhe këtu një tjetër kontradikt, sepse pas një pyetje të analistit Enton Abilekaj, ministra e Bujqësisë Anila Denaj do të deklaronte zgjesimin e 1 milion vezëve. Sa vezë janë zgjesuar? Më thoni pak të zënë. Po ju sa vezë janë zgjesuar? Është gati 1 milion kokra vezë? Në ndryshim nga deklarata e operatorëve të pularive, të cilët thonë se vezët janë magazinuara, zonja ministre thotë se ato janë zgjesuar. Denaj, mirëmëngjes, mendoj se na duhet edhe një takim i dytë, doja t'ju pyesja si ka mundësi që keni përzgjedhur një metodë për zgjesimin e shpendëve të ngordhura që është rendering dhe që është e pabazuar në ligj. Zonja Denaj, a ka ndonjë interes privat pas kësaj? Për vezët keni deklaruar se janë zgjesuar 1 milion vezë, kujdes po vret. Ndërkohë që kompanitë thonë se këto vezë janë bllokuar, zonja Denaj, si ka mundësi që një ministre nuk e ka këtë informacion për një çështje kaq sensitive që ka të bëjë me shëndetin e konsumatorëve? Na keni bllokuar operatorin brenda, po na e mbani peng? Hapet derën ta nxjerr operatorin. Mos e prek operatorin, do thjesht informacion. Jemi në një institucion shtetëror dhe kërkojmë thjesht informacion. Informacion që nuk na erdhi, edhe pse pritëm më kot rreth 30 minuta një përgjigje nga stafi i zonjës ministre. Sidoqoftë, pyetjet tona mbeten. Kur do ta zgjesohen vezët e infektuara që vazhdojnë të qëndrojnë ende në magazina? Dhe më kryesorja, kush do të mbajë përgjegjësi për zgjesimin e shpendëve me një metodë të palishme?